Për të folur në lidhje me rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, me mua në studio është Fatmire Haliti nga Qendra e Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Zonja Haliti, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit juve për ftesën. Dashur, në gjithë këto periudha tashmë, kur kemi kaluar periudhën e pas luftës, për juve kanë qenë goxha sfida, që shprej themelimit të qendrës tuaj, keni korë dhe shumë suksese, sa i përket rehabilitimit të mbjetuarve. Si kanë shku të gjithë kjo kohë, kur ju jeni themelu, sa keni pas mundësi që t'ju dini në ndihmë kësaj kategorie të njerëzve? Pra, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarit të torturës është themeluar në vitin 99, përkatësisht me njëherë pas përfundimit luftës, si nevojë emergjente për t'ju përgjigjur rehabilitimit të mbjetuarve të luftës, në përgjithësi, pra të gjitha kategorive, të gjitha atyre që kanë përjetuar luftën në Kosovë, të cilët kanë pasur humbje të ndryshme, qoftë personale apo drejt për drejta, qoftë humbje të anëtarëve të familjes. Dhe fillimisht domethënë kemi filluar një rehabilitim gjithëpërfshirës, duke përfshirë domethënë të gjitha ata persona që kanë përjetuar luftën dhe që kanë pas nevojë për trajtim, ku stafi apo ekipi ka qenë multidisiplinar i KRCT-s, ku përbër prej mjekëve, psikologëve, psikiatrëve, ginekologëve dhe profesionistë të tjerë, domethënë të ndryshëm varësisht prej nevojave të tyre. Dashur, sa është parafërsisht numri i njerëzve të cilët kanë kërkuar ndihmë nga ju në këtë qendër të rehabilitimit? Deri më tani 18.000 persona kanë përfituar drejt për drejt nga shërbimet tona, pra shërbime rehabilituese dhe psikosociale, por ka numër goxha i madh. Sigurisht numri është i madh kur flasim për 25 vjet të ekzistencës së organizatës tonë, por megjithatë kanë pas edhe persona të tjerë, anëtar të familjes apo të afërm të viktimave, të cilët kanë përfituar nga shërbimet tona. Dashur, a keni pas mundësi që juve të kontriboni në rehabilitimin e gjithë këtyre personave dhe a keni kapacitete edhe të më të tjeshme që të vazhdojnë trajtimi për këtë kategori goxha të ndihshme të shoqërisë sonë? Sigurisht që rehabilitimi ka qenë emergjent, thash domethënë më njëherë pas përfundimit luftës dhe kanë ndikuar te ato raste që kanë qenë me trauma tepër të rënda, nuk kanë pasur mbështetje, nuk kanë pasur ku të drejtohen, pra kush t'i ofrojë këto shërbime dhe ne si organizat kemi qenë domethënë në të gjitha komunat, në të gjitha fshatrat e Kosovës, më njëherë pas luftës, ndërsa me kalimin e kohës duke pa që ka pas domethënë efekt rehabilitimi, disa prej tyre janë shëruar plotësisht, disa prej tyre kanë kaluar nëpër faza të ndryshme, ku ka prej tyre që her pas here kur të ketë ndonjë përvjetor të ngjarë që kanë përjetuar apo të anëtarëve të familjes që janë vrarë apo janë të pagjetur, ata kanë rikthim të gjendjes, domethënë të traumave dhe kërkojnë ndihmë rishtazi edhe një herë në organizatën tonë. Kështu që varësisht prej kategorive dhe prej traumave që kanë pas, ka vazhduar edhe procesi i rehabilitimit. Tani, dhe pse jemi 25 vite pas luftës, ne kemi ende raste që kanë nevojë për trajtim, nevojë për rehabilitim, të e pas parasysh edhe proceset e fundit, qoftë ato për çastin drejtësi, qoftë ato për njojë statusit. Pra në 2018 ka filluar njoja e statusit për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe edhe për ato raste që ne kemi menduar që janë trajtuar mjaftueshëm, në momentin që është dashur të nënshtrohen edhe një procesi për me u njohur statusi, është dashur prej fillimit edhe një herë të fillon trajtimi i tyre në mënyrë që ato me qenë të gatshme për të përballë apo për të adresuar kërkesat e tyre në Komisionin Qeveritar për njohjen e statusit. Po ashtu kemi edhe një çështje tjetër mjaft e rëndësishme, pra çësia në drejtësi, pra ne me kalimin e kohës jemi fokusuar te çësia në drejtësi për mbjetuarit e dhunës seksuale, ku që nga marrja kompetencave nga prokurorët vendor, pra nga prokuroria speciale për trajtimin e rasteve të luftës, krimeve të luftës, ne fillimisht kemi bashkëpunuar ngushtë dhe kemi mbajtur edhe trajnime hetuesve dhe prokurorëve të prokurorisë speciale në mënyrë që të kenë një çësje të ndeshme ndaj këtyre kategorive. Po ashtu kemi pas edhe takime informuese, trajnime të vazhdueshme me të mbjetuarit në mënyrë që mi përgatit që ata me qenë të gatshëm për me dhënë dëshmitë e tyre. Ja, rritje goxha e madhe, zonja Haliti. Po sigurisht, ne veç e kemi quajt këtë vit, pra vitin që lan pas si vit i suksesit për drejtësinë ndaj të mbjetuarve të dhunës seksuale, ku përveç rastit të parë, i cili në 2020 u ngrit akt akuza, në 2021 është dënuar për herë të parë, mandej ka vazhduar procesin gjykata apelit dhe gjykata supreme në fund vitit 2023
e konfirmoi apo dha verdiktin final për dënimin e Zoran Vukotić me 13 vite burgim për dhunim. Ky është rasti i parë në historinë e Kosovës, pra një rast që është dashur të përgatitet kohë gjatë vetë e mbjetuara, mandej edhe kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë edhe me prokurorinë, me hetuesit që janë marrë me këtë rast. Dhe fatmirësisht është rasti i parë që ka përfundu suksesshëm. Përveç kësaj, ne kemi punu me të mbjetuarit të tjerë, po ashtu e thash edhe me hetuest e njësisë për hetimin e krimeve të luftës dhe prokuror special, që mi përgatit rastet të tjera për mi deponu deklarata dhe dëshmit e tyre në organet vendore. Tashmë një arritje është edhe gjykimi në mungesë, dashur që do të ndihmonte edhe më tepër në këtë aspekt. Edhe ndryshimet ligjore të cilat kanë leju gjykimin mungesë i kanë hapë rrugë trajtimit këtyre rasteve, ku ne kemi deponu mbi 40-50 raste në prokurorinë speciale dhe në polici. Nga to janë ngritëri më tani 12 akt akuza, ku prej 12 akt akuzave 10 raste janë të cilat janë përgatitur prej fillimit deri në përfundim nga organizata jonë, qoftë duke ofruar shërbime psikosociale dhe rehabilituese të mbjetuarës për me kalu këtë proces, e po ashtu duke i siguruar edhe mbrojtje apo përfaqësim ligjor gjatë procesit gjyqësor. A janë të gatshëm institucionet e vendit që të bashkëpunojnë me juve duke ditur natyrën e kësaj kategorie e cila është mjaft e ndihshme? Edhe tashmë kanë kaluar 25 vite, goxha një kohë e gjatë, edhe pa u bë kur gjë në gjykimin e atyre që kanë ushtruar dhunë seksuale, sidomos në Kosovë. Trajtimi i rasteve të luftës, pra krimeve të luftës, në përgjithësi është mjaft kompleks, ku don një bashkëpunim me gjithë aktorët e përfshim, don një punë me mjaft angazhim, duhet të ketë bashkëpunim të gjithë aktorëve, si ata domethënë të hetuesisë dhe të prokurorisë, po ashtu të organizatave në këtë rast që i përfaqësojnë dhe i mbështesin të mbjetuarit e dhunës seksuale, e po ashtu edhe një gatishmëri dhe vullnet do të ketë vetë nga të mbjetuarit, sepse është proces mjaft i ndjeshëm, ku duhet përgatiten, duhet ju nështrohen intervistimit, një fillimisht nga hetuesia, mandej nga prokuroria, kur të ngritet akt akuza, mandej edhe të dëshmojnë para gjykatës. Kështu që të e pas parasysh çfarë procesi i ndihshëm është, ne kemi pas bashkëpunim të vazhdueshëm, kemi mbajtur trajnime të vazhdueshme për aktorët kyç të institucioneve të drejtësisë, të cilët deri më tani kanë treguar një çështje jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj të mbjetuarve të dhunës seksuale, duke i trajtuar me dinjitet, duke ia dhënë të gjitha mundësitë që ata të dëshmojnë ashtu siç dëshirojnë vetë, pra sepse ne kemi raste kemi prej tyre që as anëtarët e familjes nuk e dinë për përjetimin që e kanë pas dhe sigurisht që është pak më vështirë për me shku në prokurori apo në polici me dëshmu. Në këtë kuptim ne kemi pas bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë speciale dhe me policinë dhe në bazë një bashkëpunimi të vazhdueshëm ne kemi mundësuar që intervistat fillestare të realizohen në objektin e organizatës tonë, pra ta kemi informuar me të mbjetuarin aty në organizatë në mënyrë që të mbjetuarit ta ndjeni komoditet pak më të mirë, para se me shku në prokurori dhe në gjykatë për me vazhdu tutje me dëshmu. Kështu që kjo ka rezultu pozitivisht, të e pas parasysh që kemi pasur 12 akt akuza gjatë këtyre 2 viteve për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. A janë të gatshme të gjitha ata që kanë përjetuar dhunë seksuale të dëshmojnë në për gjykata të ndryshme? Apo ka prej tyre që hezitojnë duke ditur se kanë kaluar goxha shumë vite? Qëllimi i të gjithëve është që kryerësi tyre të del para drejtësisë dhe ta merr dënimin e merituar. Gatishmëria personale ekziston te çdo secili që ka përjetuar këtë akt më të rëndë të krimeve të luftës, pra siç është dënimi, megjithatë ka arsye të ndryshme, ka sfida të ndryshme të cilat ndoshta ja pamundsojnë për me dhënë dëshminë e tyre. E përmenda edhe më herët që ka prej tyre që nuk e dinë anëtarët e familjes tyre, mandej stigma shoqërinë në rrjetin e gjerë familjar, po ashtu edhe frika se mos po e takojnë dikon në institucionet e drejtësisë të familjes apo të shoqërisë apo të rrjetit ku jetojnë dhe po identifikojnë, dhe këto domethënë ato barrierat që e kanë më të vështirë mi të kalu. Mirë po me një koordinim paraprak me institucionet e drejtësisë, një përgatitje të duhur profesionale nga ekipi multidisciplinari i organizatës për të mbjetuarit ka bërë që shumë prej tyre të dhënë dëshmi para organeve të drejtësisë, mandej institucionet e drejtësisë varësisht prej informatave që kanë pas në dispozicion, kanë vazhdu tutje me hetimin dhe ngritjen e akt akuzës. Po si po ju duket e gjithë kjo punë që kanë bërë gjykatat në Kosovë,
duke ditur se ka ende shumë raste të cilat nuk janë injisuar dhe nuk kanë shkuar deri në fazën e duhur. Të pas parasysh që trajtimin e rasteve të luftës kanë qenë domethënë kompetencë organet administrative apo organet gjyqësore të misioneve ndërkombëtare, ku fillimisht domethënë janë marrë me grumbullimin e dëshmive, prova, fakte, gjithë ata domethënë që kanë qenë përfaqësues të UNMIK-ut, qoftë në hetuesi, polici, mandej edhe në gjykata. Mas shkurjes së UNMIK-ut ka ardhur Oleksi, po ashtu edhe ata janë marrë me grumbullimin dhe marrjen e të gjitha dhënave për rastet e dhunës seksuale dhe të krimeve të luftës në përgjithësi. Dhe fatkeqësisht domethënë gjatë gjithë këtij procesi nuk kemi pasur sukses apo nuk kemi pasur rezultate konkrete nga trajtimi i këtyre rasteve. Përkundrazi ka pas shumë të mbijetuar dhunë seksuale që menjëherë pas përfundimit të luftës kanë dorëzuar dëshmi personale domethënë që kanë pas që kanë përjetuar dhunë seksuale dhe fatkeqësisht ato dëshmi më kanë humbur sepse nuk janë trajtuar si duhet nga administrata e UNMIK-ut në atë kohë, mandej edhe nga Oleksi. Dhe thash domethënë në momentin që kanë kalu kompetencat e plota në trajtimin e këtyre rasteve te institucionet vendore, pra në vitin 2018 Prokuria Speciale e merr domethënë mandatin e plot për trajtimin e rasteve dhune seksuale, ka pasur progres, ka pasur rezultate dhe jemi në rrugë duhur që këto raste të dokumentohen në institucionet e drejtësisë dhe presim që edhe të dënohen kryerësit e këtyre krimeve. Sigurisht, ju e patët edhe konferencën ku shpalosët të gjitha të arriturat e organizatës tuaj, po çka pritni më tutje në vitin të cilën jemi neve tani? Ne si organizat vazhdimisht organizojmë trajnime të ndryshme, konferenca, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, ku lansojmë të gjeturat, hulumtimet që kemi të vazhdueshëm domethënë në këtë fushë. Po ashtu publikojmë edhe raporte, manuale, libra të ndryshëm me rrëfime nga të mbijetuarit e dhunës seksuale, me qëllim që të mbetet në histori ajo që kanë përjetuar populli janë, qoftë gratë, qoftë burrat, qoftë vajzat apo djemt, për shkak se tani kanë përfunduar 25 vite nga lufta, jemi në përfundim të vitit 26, domethënë tash veç 26 vite bën në prill që disa prej të mbijetuarve kanë përjetuar dhunën seksuale, dhe qëllimi domethënë i gjitha këtyre konferencave dhe publikimeve është të mbetet histori dhe të dokumentohet ajo që kanë përjetuar. Edhe në vazhdim të këtij viti, po ashtu edhe sipas planifikimeve tona në vitet në vijim, ne synojmë ta kemi një dokumentim gjithëpërfshirës për dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, ku deri më tani kemi grumbulluar 1300 raste të cilat i kemi përpunuar dhe i kemi publikuar në platformën online që është me të dhënat statistikore, e po ashtu synojmë që edhe gjatë këtij viti të grumbullojmë edhe më shumë raste të cilat dokumentojnë dhunën seksuale që është përdorur gjatë luftës. Që ka mungu faktikisht dokumentimi i këtyre rasteve, duke ditur se vitet po kalojmë dëshmitar disa prej tyre dhe fatkeqësisht edhe kanë vdekur, një iniciativë goxha e rëndësishme për vendin tonë. Përveç që dëshmitarve, fatkeqësisht edhe të mbijetuarit po plakën, ka prej tyre që po vdesin, ka prej tyre që kanë vdekur edhe më herët dhe nuk kanë arritur që të dëshmojnë apo të lënë gjurmë të dokumentuara për atë që kanë përjetuar. 25 vite nga përfundimi i luftës janë shumë, nuk ka pasur mekanizma institucional të cilët do të dokumentonin këto krime dhe ne në vitin 2019 fillum një projekt të e pas parasysh rëndësinë e dokumentimit të këtyre rasteve, mirë po fatkeqësisht nuk mund t'i dokumentojmë të gjitha, sidomos ato raste që kanë qenë një moshë më të shtyrë dhe kanë kaluar shumë vite ku disa prej tyre tash kanë ndruar jetë fatkeqësisht, nuk janë më në mesin tonë, e po ashtu ka prej tyre që janë në moshë të shtyrë dhe nuk janë në gjendje më të dëshmojnë apo të deklarojnë për atë se çfarë kanë përjetuar. Mi po, do të rëndonte edhe më shumë mendoj gjendjen e atyre që kanë mundësi për me dëshmu duke ditur situatën në cilën janë ndodhur rastet e kaluara. A ka diçka më konkrete që duhet të bërë që të shtyhen edhe më tepër inicimi i këtyre rasteve, duke ditur ndjeshmërinë e tyre? Sigurisht, është një proces që nuk përfundon për një periudhë të caktuar, mirë po zakonisht krimet e luftës në çdo vend të botës janë të paparashkruara, domethënë edhe qoftë për me u gjyku, po ashtu edhe për me dokumentu apo me kërku drejtësi apo njohjet statusit tyre. Edhe ne mendojmë që gradualisht, domethënë me kalimin e kohës, sidomos gjeneratat e reja që kanë përjetuar dhunë seksuale në moshën të re,
në momentin që ata të kalojnë barierat qoftë familjare, qoftë personale, të paraqiten qoftë për dokumentim, qoftë për me kërku një njoftë statusje, apo edhe për të kërkuar drejtësi. Në bazë të dhënave që ne i kemi dokumentuar në platformën për dokumentimin e dhunës seksuale, 17% e rasteve kanë qenë fëmijë, kanë qenë pra të moshës 9-18 vjeçare. Dhe këta fëmijë sigurisht që ju ka dashur kohë fillimisht derisa të rritën, ta kuptojnë atë çka kanë përjetuar dhe pasojat që pse vujnë domethënë për atyre pasojave, mandej ju ka dashur kohë derisa kanë kriju familje, derisa ju punësu, derisa kanë kryu shkollim, dhe pasi që t'i kalojnë të gjitha këto barjera, ne mendojmë që atëherë ja ofrojmë një mundësi që ata të kërkojnë të drejtat që i takojnë me ligj. Pra, goxha një numër 17% të fëmijë me i cilësu një farë mënyre, që kanë kalu këtë periudhë, mirë pa kanë mujtë të rimarin veten, kjo kategori duke ditur në ndjeshmërinë edhe më tepër të fëmijëve një farë mënyre me thanë edhe mënyrën se qysh ata e kanë përjetuar gjithë këtë kohë. Sigurisht, duke marrë parasysh moshën e tyre të re, ka pasur për tyre 7 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç që kanë përjetuar dhunën seksuale dhe ata në atë kohë nuk e kanë ditë se çka po ndodh me trupin e tyre, por me kalimin e kohës, domethënë për shkak të trajtimit të duhur që kanë marrë, ata që kanë pas mundësi, se fatkeqësisht ne kemi ende në për vende ndryshme të vendit tonë të tillë që ende asnjëherë nuk janë paraqit askund për të kërkuar ndihmë, ndoshta ende vujnë me pasojat e rënda që kanë përjetuar. Ne kemi punu me këta fëmijë që tani janë të rritur, ka prej tyre që janë shkollu, kanë marrë një vend mirë të punës, janë integruar në shoqëri, mirë po ka edhe prej tyre që ende kanë të vështirë me pranu atë se çka i ka ndodhur edhe kanë të vështirë të integrohen në shoqëri. Kështu që ky grup i të mbjetuar dhunës seksuale është në fokus të trajtimit dhe përmes programeve të ndryshme specifike varësisht prej nevojave dhe kërkesave tyre, jemi duke munduar që t'i ofrojmë të gjitha mundësi që ata të integrohen në shoqëri. Dashur, sa është lehtë çësia deri tek kjo? Me qenë se ka ende njerëz që nuk marrin trajtimin e duhur. Sa është e lehtë mënyra të vinë deri tek ju edhe të flasim për këto tema mjaft të ndihshme. Përveç shërbimit të drejt për drejt, domethënë shërbimeve që ja ofrojmë të mbjetuarve, ne vazhdimisht mbajmë edhe kampanja të ndryshme vetëdijsuese, qoftë fushata të mëdha, domethënë televizive, me përfaqësues të ndryshëm institucional apo me personalitete të ndryshme, e po ashtu mbajmë takime në nivel komunal, domethënë me këshillat drejtuese të lagjeve, të fshatrave, të bashkësive fetare, me gjithë domethënë kategoritë në mënyrë që zëri i të mbjetuarve me arrit aty ku duhet. Pra ne mbajmë fushata vetëdijsuese duke i treguar të gjithëve që këta persona, kushdo që ka përjetuar dhunë seksuale, duhet të pranohen në shoqëri, duhet të pranohen nga rrjethi familjar, duhet të pranohen nga institucionet dhe të mbështeten në mënyrë që ata ta ndjejnë veten të lirë për me u paraqit dhe me kërku ndihmë për atë që kanë nevojë. Pra, ne në këto, sidomos në këto takimet në komunitet që kemi përfaqësues sidomos këshilleve lokale, mundohemi që t'i vetëdijsojmë të paktën ato ku janë në zona më të mbyllura, në zona më në periferi që janë, që të përgatiten të mbjetuarit nëse shohin domethënë një informacion në televizion, mos të ngurrojnë, por ta gjejnë rrugën dhe le të vinë organizat për të paraqitur rastin e tyre dhe për të kërkuar ndihmë të më të tjera. Fatkeqësisht për disa zona këto tema dhe janë tabu, pra nuk guxojnë edhe me thonë që unë kam përjetuar këtë sen, ose ndoshta edhe familja nuk i ka lejuar që ata me depërtu deri tek zëri i jehoni tyre. Dhuna seksuale në përgjithësi është tabu në të gjitha lokalitetet, domethënë në të gjitha vendet, po të pas parasysh që dhuna seksuale është përdorur si mjet lufte, si armë lufte nga serbët me qëllim që ta denigrojnë jo vetëm viktimën, po edhe anëtarët e tjerë të familjes. Sigurisht që kjo ka paraqit vështirësitë të mbjetuarit që të qasen për të kërkuar ndihmë, mirë po me kalimin e kohës ne vazhdimisht domethënë kemi raste të reja ku përmes fushatave vetëdijsuese kemi arritur që për çdo vit, për çdo muaj të kemi të identifikojmë raste të reja dhe të fillon trajtimi i tyre. Sonja Liti, faleminderit shumë që erdhe në Infodea dhe shpresoj se të gjitha këto të arritura të qendrës së rehabilitimit të mbjetuarve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Të nderuar shikues të Infodeas, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.